Ish banori Big Brother VIP5 Casey ka reaguar për herë të parë pas daljes me zarf të zi nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Gjatë një interviste Casey tregoi se nuk është penduar për gjërat që ka bërë. Ai shtoi se çdo gjë e ka bërë me vetdije. Pjesë nga intervista. A mendon që u nxita? Casey: Jo, nuk jam nxitur, por mënyra se si ju drejtua një mashkull një femre nuk ishte e drejtë. Një mashkull nuk mund t'i drejtohet një femre ashtu. Kur hyri zarfi i zi në shtëpi, e kuptove që ishte për ty? Casey: E dija. Je penduar? Casey: Jo. A mund të kishe bërë diçka ndryshe? Casey: Jo, e kam bërë çdo gjë me konsciencë. Kam bërë si e kam ndjerë që nga dita e parë deri në fund. E shijove? Casey: Shumë, jashtëmase shumë. Një mundësi që të vjen një herë në jetë. Je në izolim, por jo tamam në izolim. A u mërzite që dole me zarf të zi? Casey: Që dola po, jo me zarf të zi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.